Është një lloj, ta mendojmë në këtë mënyrë, toka para se të mbillet, domosdoshmërisht do punohet dhe do hiqen barnat e këqija, në mënyrë që të mund të mbillet diçka që neve na shërben për të ushqyer pra. Në këtë është e njëjta gjë e vlefshme dhe në astrologji. Në momentin ose më themi, ndikimi i Plutonit është pikërisht ky. Çdo gjë që nuk është funksionale në ditën tonë, që mund na mbra mbrapa, barna të cilat na kanë mbytur, i duam apo se duam ne si duken të bukura, Plutoni i heq nga jeta jonë, në mënyrë që ne të mund të ndërtojmë diçka që të jetë më e shëndetshme, më efektive dhe më produktive për ne. Kalimi i Plutonit tek shenja ujore, siç e përmendesh edhe në fund të vitit kaluar, dhe tek shenjat kardinale ishte qendroi më themi rreth 16 vjet. Pra, 16 vitet e kaluara, të gjithë personat kanë pasur probleme me fillimet. Nëse kemi filluar diçka, duke qenë se është kardinal, është aty ku fillon. Nëse kemi filluar diçka, mund të kemi pasur vështirësi për të parë se sa do avancojmë tek ajo, ose mund të kemi mbaruar para se ne të merrnim investimet që kemi bërë. Kjo mund të na ketë shkaktuar probleme shumë të mëdha ekonomike. Pra ka qenë një situatë vërtet ku nuk kemi pasur mundësi të shikojmë përpara dhe të kemi që të ishim të sigurt. E njëjta gjë ka qenë e vlefshme edhe për lidhjet, sepse shenjat kardinale kanë identitetin apo individualitetin i cili nder shumë më tepër në pas se sa të gjitha shenjat e tjera. Duke qenë për shembull kemi dashin, gaforën, peshorën dhe bricjapin. Këtu jam serioze. Jam thjesht serioze. Ju të mos më ndërpisni. Okej, duke qenë se tek shenjat kardinale, kur Plutoni është aty më të themi, na detyron